nisur nga çmimi i naftës apo nisur nga çmimi i produkteve të shportës? Atëherë, shëmbulli ishte nisur nga nafta, po ne e dim shumë mirë që ekonomia e Shqipërisë varet nga importi, në pjesën më të madhe të saj, dhe automatikisht nafta është ajo që bën të mundur ardhin e importit në Shqipëri, dhe ne me këtë rritjen e naftës që duket diçka që e shohim atë çmimin që ndryshon të karburantet, është efekt zinxhir. Pra ne do prektim efektin zinxhir. Tani, pse ishte reagimi im? Reagimi im e para erdhi si konsumator. Pra si një person që e konsumon vetë naftën për nevojat e veta, por absolutisht mbi gjitha si një person që punon në terren dhe punon me grupe të ndryshme njerëzish në nevojë në Shqipërinë tonë, dhe duke pas gjithmonë parasysh se çfarë impakti do ketë tek ekonomia e tërë. Atëherë, pata një reagim që bëj thjesht një kalkulim shumë modest, që nuk ka ndonjë filozofi shumë të madhe, për të bërë një krahasim të Shqipërisë me shqiptarët që neve na rrethojnë në kufin tanë. Pra, me Prizrenin, unë nisa kryesisht me Prizrenin, duke qenë se ne aty ne nuk kemi taks për të kaluar, sepse ne mund të kemi edhe me Malin e Zi dhe me Maqedoninë, pa aty kemi një taks për të kaluar me makinë. Do të thuash ti, po ky është ose pati dhe pretendime, po që është ky krahasim do bësh shumë kilometra. Shiko, unë e kuptoj dhe patjetër arrit të bëj një logjik matematike që dhe siç thua që pjesa më e madhe e shpenzimeve që ka ose kostot që shkon për ato që ne paguajmë për karburantin është taksa. Tani, dakor, në rregull. Dhe në një moment të bukur, deri në orën 10 pa 1 minutë, çmimi i karburantit ishte 203 lek, dhe në orën 10 e 1 minutë ishte 218 lek. Sepse mblodh bordi. E kuptoj. Po pra, dakor, po tash ky bordi nuk është as hyjnia, nuk është as forca e mbi natyrshme, dhe ka nevojë, sikur edhe respekt për këtë qytetarin e këtij vendi që ende po mbijeton këtu, të bëhet një lloj transparencë. Si është formula e këtij bordi? Si është formula? Pa, ka mundësi të shpjegohet si është formula e këtij bordi? Pra, mua realisht, kur diçka ndron kështu, më jep një lloj pasigurie nga mënyra se si funksionojnë institucionet tona. A kemi ne, po themi, një lloj teprica ose një lloj depozite nafte, që edhe me ligjin e Bashkimit Evropian duhet jetë 90 ditë plus. Në Shqipëri këto nuk e plotson. Tani, u rrit çmimi në këtë nivel. Po pse nuk kemi në një formulë e cila thotë që nëse çmimi ndryshon në bursë, ti të bësh një automatikisht ulje të taksave, sepse përsa ku aty 50% janë taksa detyrime akcizë që shkon për shtetin, nëse ne ndihmojmë ose ne mendojmë që, ose nëse ashtu siç thuaj që bordi është për të kontrolluar çmimin në favor të qytetarëve, atëherë